Fani Aliko rikthehet për herë të dytë në Gjirokastër për sportin e hedhjes me parashut. Pas një përvoje të parë mbreslënse, ky i ri është rikthyer në Gjirokastër për të hedhur sërish me parashut, një sport që e ka bërë për vete që në momentin e parë të provës. Është hera dytë që hidhem, edhe është e sigurt që do vazhdoj më shumë, po, më shpesh. Kur ishte hera parë? Hera parë ishte gati një vit ka gati, po. Fantastike fare. Është emocioni më i madh ever. Dhe ai emocion ju bëri që të vini edhe këtë vit? Po. Është një ndjesie shumë, do të ndihesh vetvetja. Hedhjen e parë dhe të dytë, Fani i realizoi në shoqërinë e një instruktori profesionist. Ai thekson se për çdo parashutist amator, prania e një eksperti është thelbësore për sigurinë dhe mësimin e teknikave të duhura. Unë doja sugjeroja shumë të gjithë të rinjve, jo vetëm të rinjve fakt, po që gjithë moshave të mundshme, që munden ta praktikojnë. Ka shumë adrenalinë, si sport, si hedhje. Ngjitesh aty sipër dhe do kesh pak frikë herën e parë, ndoshta që hapet dera avionit dhe aeroplanit që të hidhesh, po në moment që hapet dera, aty mbaren gjithë frikrat dhe është vetëm kënaqësi, vetëm qejf domethënë. Ju hedhjen e provuat ishit vetëm apo ishit me instruktor patjetër, po. Edhe hera parë edhe kjo tani domethënë. Pse duhet jetë një instruktor në herën e parë dhe herën e dytë? Po sepse nuk është se e praktikoj si sport, nuk është se jam profesionist i kësaj fushë, unë thjesht e bëj për hobi, për kënaqësi personale. Pra ju mendoni që duhet një instruktor? Patjetër, sigurisht. I apasionuar pas sporteve ekstreme, Fani Aliko është i gatshëm të eksperimentojë në çdo lloj sfide që ofrojnë qielli dhe toka shqiptare.